Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Nëse jeni të mbushur me shpirtin e shenjtë, keni pushtetin e mbinatyrshëm dhe autoritetin brenda jush që ju bën të keni sukses në çdo gjë që ju ka thirrur Zoti të bëni. Të dashur dëgjues, përshëndetje. Kanë filluar edhe për ditën e sotme minutat e programit Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. A keni menduar ndonjëherë se pse një pemë pjeshke prodhon pjeshkë dhe jo mollë? Ndoshta po mendoni, është një pyetje qesharake. Edhe ndoshta është e tillë sepse të gjithë e dimë se lloji i frutit që prodhon një pemë është i lidhur në mënyrë të pandashme me identitetin e saj. Lëngu që rrjedh përmes trungut edhe në përdeg gjithashtu prodhon frutin. Në të njëjtën mënyrë, prania e Shpirtit të Shenjtë aftëson çdo besimtar të prodhojë frute të një jete të shenjtë. Ai dëshiron të hyjë në jetën tonë me qëllim që të riprodhojë cilësi shpirtërore që japin kënaqësi Zotit. Mëso më tepër rreth pushtetit të Shpirtit të Shenjtë në jetën e besimtarit, ndërsa dëgjoni programin e sotëm. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Sapo ju dhe unë besojmë në Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin ton, fillojmë të mësojmë menjëherë disa principe përmes të cilave kuptojmë se si të jetojmë jetën e krishterë. Por gabimi i madh që bëjmë është ky. I mësojmë këto parime, fillojmë t'i përdorim apo mbështetemi tek ato dhe pas një farë kohe ndihemi pak më të sigurt dhe duket sikur gjërat po shkojnë ashtu siç i kishim menduar ne. Kështu ndjejmë pak sukses në jetën tonë të krishterë. Por ndodh që pas suksesit të përballemi me një rrezim të madh. Por si është e mundur që edhe pse mund t'i fillojmë gjërat mbar, nuk ja dalim dot dhe nuk përfundojmë siç duhet? Njëra nga arsyet parsorë është fakti se ne lundrojmë larg prej këtyre parimeve që na bëjnë të kemi sukses në çfarëdo që bëjmë. Dhe shpeshherë jemi familiarizuar aq shumë me fjalën e Zotit, me parimet e saj dhe me mesazhet që dëgjojmë saqë nuk i praktikojmë dhe pastaj mendohemi çfarë po ndodh në jetën tonë. Ajo që dua të bëni në këtë mesazh është të përballeni me një prej atyre parimeve bazë të mahnitshme, të pushtetshme, që do të bëjmë dallimin nëse jetoni një jetë krishtere të suksesshme apo të dështuar. Zoti e ka bërë të qartë në fjalën e tij. Ka një gjë në këtë jetë që është absolutisht thelbësore. Është thelbësore për çdo ditë, sido që të jetë. Kështu që dua ta lexoni nëse doni ta bëni këtë. Tek Luka kapitulli 24. Në këtë pasazh të veçantë, pikërisht para se Jezusi të ngrihet përsëri në qiell, ai u jep dishepujve të tij një urdhër të veçantë që ishte absolutisht thelbësor për të ardhmen e tyre. Ky urdhër i thjesht do të vendosë jo vetëm nëse patën sukses në atë që bën, apo jo, por edhe në mënyrën se si jetuan. Kështu, nëse ju do të vini re fillimin e vargut 44 në kapitullin e 24 të Lukës, ai u thot atyre: "Këto janë fjalët që ju thoja kur isha ende me ju, se duhet të përmbushen të gjitha gjërat që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Mojsiut, në profetët dhe në psalmet." Atëherë u hapi mendjen që të kuptonin shkrimet. Dhe u tha atyre: "Kështu është shkruar." Dhe kështu ishte nevojshme që Krishti të vuante dhe të ngjallej së vdekuri ditën e tretë, dhe që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi. Dhe ju jeni dëshmitarët e këtyre gjërave. Ne vëmre këto vargje të tjera. Dhe ja, unë po ju dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim, por ju qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet nga lart. Pastaj i u priu jashtë deri në Betani. Dhe si ngriti lart duart, i bekoi. Dhe ndodhi që ndërsa ai po i bekonte, u nda prej tyre dhe e morën lart në qiell. Dhe ata pasi e adhuruan, u kthyen në Jeruzalem me gëzim të madh, dhe rrinin vazhdimisht në tempull duke lavdruar dhe bekuar Perëndin. Tani pikërisht para largimit të tij, Jezusi tha një nga gjërat më të rëndësishme që mund t'u ketë thënë ndonjëherë besimtarëve. Ai kishte përgatitur ata për këtë moment dhe u tha: "Unë dua që të qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet nga lart." Mesazhin e ditës së sotme duhet të flas pikërisht për këtë gjë, pushteti i Shpirtit të Shenjtë në jetën e besimtarit. Ajo që dua të bëj para së gjithash është të përcaktoj çfarë dua të them me pushteti i frymës së Shenjtë. Pushteti i frymës së Shenjtë është ai autoritet hyjnor dhe energji të cilën Zoti e çliron në jetën e gjithë secilit prej fëmijëve të tij, në mënyrë që ju dhe unë të mund të jetojmë një jetë të perëndishme e të frytshme. Pushteti i frymës së Shenjtë është ajo energji hyjnore dhe autoritet që Zoti çliron në dhe përmes çdo besimtari, me qëllim që ne të jetojmë një jetë të perëndishme
dhe të prodhojmë një jetë të frytshme. Ky është lloji i pushtetit për të cilin ai e ka fjalën, kur flet rreth të veshurit me pushtet nga lart. Tani më lejoni vetëm të them këtë. Fryma e shenjtë nuk mund të manipulohet. Ju nuk mund ta detyroni frymën e shenjtë të bëjë diçka. Zoti na ka dhënë shpirtin. Megjithatë, ne nuk duhet të përpiqemi ta manipulojmë atë për të bërë diçka. Shpirti i Zotit i jep energji trupit ton sapo vjen në jetën e një njeriu. Ai ndriçon mendje për të kuptuar të vërtetën. Dhe jo vetëm kaq. Ai e ndes shpirtin ton me një pasion për kushtimin për Zotin e plotfuqishëm. Ajo që dua të bëj në këtë mesazh është thjesht kjo. Dua t'ju jap një pamje të plotë të frymës së shenjtë. Dua të filloj me diçka shumë të thjeshtë dhe më pas me diçka më të ndërlikuar. Për një gjë jam i sigurt. Nëse ju do të më dëgjoni me kujdes në këtë mesazh, nëse do të jeni të zgjuar të mbani disa shënime, jo vetëm do të ndriçoni mendjen, ndoshta në disa fusha, por do të guxoni ta bëni atë që ju ka thënë Zoti të bëni. Sot dua t'u përgjigjem 3 pyetjeve. Do t'ju kërkoj që t'i shkruani në letër. Dua të më ktheni përgjigje sepse ju duhet të jeni në gjendje patjetër që t'i tregoni dikujt kur t'ju pyesin: "Mirë, çfarë është kjo frymë e shenjtë dhe nga vjen ajo? Për çfarë është e gjithë kjo?" Nuk dua vetëm të jeni në gjendje të përgjigjeni pyetjes, por dua të përgjigjeni për një përvojë që ju keni në jetën tuaj, si rezultati i marrëdhënies suaj me Zotin përmes Birit të Tij, Jezus Krishtit, dhe në praninë e frymës së shenjtë që ka zënë vend në jetën tuaj. Pyetja nr. 1. Kush është Shpirti i Shenjtë? Është shumë e qartë në Bibël se kush është ai. Bibla thotë se Shpirti i Shenjtë është një person i Trinisë. Shpirti i Zotit të gjallë nuk është një forcë mbinatyrore. Ai është një person shumë i rëndësishëm në jetën e përditshme timen dhe tuajën. Nëse dikush thotë, "Shiko, më trego kush është kjo frymë e shenjtë." Cila është gjëja e parë që do të thoni? Cila është fryma e shenjtë? Fryma e shenjtë është një nga 3 anëtarët e Trinisë, Shpirti i Zotit të gjallë. Së dyti, Shpirti i Shenjtë është një premtim i Atit. Vini re nëse do të shihni se çfarë tha Jezusi tek Luka kapitulli 24, vargu 49. Dhe ja, unë po ju dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim, por ju që ndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet nga lart. Shpirti i Zotit të gjallë nuk është vetëm pjesë e Trinisë, por edhe një premtim i Atit Perëndi. Jezusi premtoi se Ati do të dërgonte frymën e shenjtë. Ai tha, ai do të vijë dhe do t'ju ndihmojë. Ai do të jetë një mbështetje për ju. Ai tha, unë po dërgoj atë, për këtë arsye, ai është një premtim i Atit. Ai u tha këtyre dishepujve gjatë gjithë kohës, do të vijë një kohë kur fryma e shenjtë do të jetë brenda jush, me ju dhe mbi ju. Në kohën kur Jezusi po u fliset dishepujve për këtë, fryma e shenjtë nuk ishte ardhur ende mbi kishën dhe siç bëri pak më vonë në ditën e Pentakostit. Dhe kur dikush thotë, "Mirë, kush është fryma e shenjtë?" Përgjigjja është, fryma e shenjtë është pjesë e Trinisë. Fryma e shenjtë është premtimi i Atit. Së treti, ai është një dhuratë për çdo besimtar. Kthehuni tek Veprat kapitulli 2 për një moment dhe do të kujtoni që Pietri ka predikuar një shërbes të shkëlqyer në Pentakost. Mira njerëz kanë shpëtuar, mira jetë kanë ndryshuar dhe ajo që ndodh më vonë është me siguri një evidencë e faktit se atë ditë ndodhi diçka e veçantë. Dëgjoni se çfarë ndodhi, siç është përshkruar në vargun 37 tek Veprat kapitulli 2. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikëlluan në zemër dhe pyetën Pietrin dhe apostujt: "Vëllezër, ç'duhet të bëjmë?" Atëherë Pietri u tha atyre: "Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezus Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë." Tani kur dikush ju thot, "Kush është Shpirti i Shenjtë?" ju do të thoni, "Shpirti i Shenjtë është pjesë e Trinisë, premtimi i Atit dhe një dhuratë për çdo besimtar." Pse dërgoi Zoti atë? Tani vini re se çfarë thot ai tek Luka kapitulli 24 vargu 49. Ju që ndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet nga lart. Kjo është arsye e parë që Zoti e dërgoi atë. Perëndia dërgoi frymën e shenjtë për të na bërë të aftë të bëjmë punën e Zotit. Tani mendoni pak rreth kësaj. Jezusi filloi shërbesën e tij duke ndjekur Shpirtin e Zotit që vinte mbi të në një mënyrë të veçantë për punën e tij. Apostulli Paul e filloi shërbesën e tij duke ndjekur pushtetin e frymës së shenjtë që vinte mbi të dhe pasi u pagëzua. Jezusi u tha apostujve të tij: "Ju keni ecur me mua, keni parë mrekulli, më keni parë, më keni dëgjuar, keni provuar të dëboni djajt dhe gjithçka tjetër, por nuk keni gati për të bërë punën që ju kam thirrur, sepse është një punë mbinatyrshme dhe nuk mund ta bëni në të natyrshmen. Sepse është një punë mbinatyrshme, ju duhet të keni fuqi të mbinatyrshme." Çfarë është fuqia e mbinatyrshme? Është një autoritet hyjnor dhe energji e shliruar në jetën e një personi dhe përmes jetës së një personi me qëllim
që t'i aftësojë të jetojnë një jetë të perëndishme dhe të frytshme. Kështu ai u tha: "Ju prisni derisa shpirti i Zotit të vijë." Kujtoni që tek Veprat, kapitulli i parë, vargu 8, ai tha: "Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e dheut." Jezusi tha: "Ju do të prisni derisa të vishini me pushtet nga lart." Çfarë është pushteti nga lart? Është energji hyjnore dhe autoritet hyjnor që vjen me praninë e Shpirtit të Shenjtë në jetën e besimtarit. Kur ju dhe unë i bëjmë gjërat në misht, gjithçka bëhet me fuqinë tonë dhe unë sigurisht kam qenë atje në atë kohë kur absolutisht nuk mund të bëja gjithçka që mendoja se duhet të bëja. Disa prej të cilave sigurisht nuk ishte ajo që Zoti ishte gati të bënte. Dhe ndonjëherë presim nga vetja të bëjmë më tepër se sa na kërkon Zoti. Ai ka premtuar të na aftësojë dhe të na pajisë me zgjuarsi, kuptim, dituri dhe energji për të bërë atë që ai ka kërkuar prej nesh dhe na ka ngarkuar të bëjmë. Ai do t'ju bëjë të suksesshëm në çfarë do që jeni duke bërë kur ju besoni në frymën e Zotit, sepse po shikoni drejt tij, vareni prej tij, prisni për të dhe besoni që ai do t'ju udhëheqë, do t'ju japë energji, forcë dhe zgjuarsi për të bërë punën. Çdo besimtar i vetëm ka të drejtën të shpallë praninë dhe pushtetin e frymës së Zotit në jetën e tij. Për çfarë do lloj gjëje që Zoti ju ka kërkuar të bëni? Kur takoj njerëz që janë të dekurajuar, po kalojnë kohë të vështira dhe gjërat duket sikur nuk po u shkojnë aq mirë, u bëj disa pyetje, edhe pse të them të drejtën e di saktësisht, jo gjithmonë, por në shumicën e rasteve përgjigjen. A e dini se kujt i besojnë ata? Besojnë në forcën dhe energjinë e tyre. Ku besojnë ata? Në mënyrën e tyre dhe në eksperiencën e tyre. Besojnë atë që thot dikush tjetër. Dhe përveç kësaj, besojnë se dikush tjetër i lëviz përpara në jetë. Mos besoni dikë t'ju shtyj përpara në jetë. Përkundrazi, besoni të madhërishtmi Zot që ju krijoi, pajisi dhe aftësoi të bëni e të bëheni ai që jeni. Le të mbështetemi në të dhe të shohim çfarë mund të bëjë ai për ju. Dikush thot: "Mirë, po kërkoj një rritje në detyrë dhe ju e dini se po bëj ç'të mundem për t'i bindur dhe shpresoj që ata ta shohin punën time të mirë." E dini se çfarë duhet të bëni? Vetëm sigurohu që Zoti e shikon punën tënde të mirë. Kur Zoti ta shoh punën tënde të mirë, ai do t'i motivojë njerëzit t'ju vlerësojnë. Zoti do t'ju vendos atje ku ai do që të jeni. E dini pse? Sepse ju e keni provuar se jeni besueshëm përpara Zotit kudo që jeni. Ai thot: "Qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet nga lart." Nëse nuk e pëlqeni mënyrën se si shkojnë gjërat në jetën tuaj, nuk pëlqeni mënyrën se si shkojnë gjërat në punën tuaj, atëherë mbushuni me frymën e shenjtë dhe vetëm thoni: "Zot, në rregull, këtu është jeta ime. Tani dua të shoh se çfarë mund të bëni ju." Dhe miku im, do të mbeteni absolutisht i mrekulluar me atë që do të bëjë Zoti në jetën tuaj. Nuk duhet të di se sa i moshuar apo se sa i ri jeni, cili është profesioni juaj, cili është motivimi juaj aty ku jeni. Zoti do të fillojë të punojë në jetën tuaj në një mënyrë krejt të pazakontë. Kujtoni çfarë kemi thënë. Pushteti i Shpirtit të Shenjtë është energjia hyjnore e Zotit dhe fuqia për të bërë atë që ai na ka thirrur të bëjmë. Ju mund të merrni disa vendime financiare në jetën tuaj dhe do të dëgjoni njërin apo tjetrin. Pse ju nuk dëgjoni Zotin? Dhe thoni: "Mirë, por si ta dëgjoj Zotin?" A e dini se si mund ta dëgjoni atë? Pyeteni: "Zot, unë nuk e kuptoj se si ta bëj." Mundeni ju të dërgoni dikën në jetën time që është plot me frymën e shenjtë, që është drejtuar nga principet tuaja dhe udhëhiqet nga principet tuaja të më ndihmoni mua të kuptoj dhe të marr një vendim të mençur. Këtë do të bëj Zoti. Ai do të dërgojë atje njerëz të perëndishëm, plot me Shpirtin e Shenjtë, gati dhe me dëshirë për të ndihmuar njerëz të tjerë të perëndishëm që duan të dinë çfarë të bëjnë dhe si të bëjnë. Kjo është jetë mbinatyrore e juaja dhe imja. E më pas Jezusi u thot atyre: "Ju prisni derisa të vishini me pushtet nga lart." Kështu gjithsecili prej nesh është i mbushur me frymën e shenjtë. Gjithsecili prej nesh ka të drejtën të shpallë dhe të thrasë frymën e Zotit, të na aftësojë të bëjmë çfarë do që ai na ka ngarkuar të bëjmë. Kështu arsyeja e parë që Zoti dërgoi frymën e shenjtë ishte të na aftësonte të bëjmë punën që Zoti na ka thirrur të bëjmë. Tani, a është ndonjë prej besimtarëve i përjashtuar nga kjo? Jo. Çdo besimtar është i përfshirë. Arsyeja e dytë është të na aftësojë të jetojmë jetën që ai na kërkon të jetojmë, të bëjmë punën që na ka ngarkuar të bëjmë, të na aftësojë të jetojmë jetën që na kërkon të jetojmë. Por çfarë lloj jete është ajo? Ai na kërkon të jetojmë një jetë të shenjtë. Unë nuk mund ta bëj këtë. Le të presim një minutë dhe të zbulojmë se çfarë është jeta e shenjtë. Jeta e shenjtë nuk është një jetë pa mëkate. Çfarë është një jetë e shenjtë? Një jetë e shenjtë është një jetë duke besuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin personal, që është përkullur drejt Zotit me një përkushtim
dhe dëshirë për Zotin, me një uri dhe etje për të jetuar për të. Kjo nuk do të thotë se nuk do të bëjmë gabime, sepse ne të gjithë erdhëm në këtë botë me një natyrë mëkatare. Ne ende kemi natyrshmërinë tonë. Tani do të kishte qenë mrekullueshme nëse Zoti do të kishte larguar gjithë natyrshmërinë tonë, por ai nuk e bëri këtë. Kështu pra, ne ende kemi aftësinë të mëkatojmë ndaj Zotit çdo herë që zgjedhim të bëjmë kështu. Nëse ecim në frymë dhe fryma e Zotit po kontrollon jetën time, atëherë me siguri do të jetë një mënyrë jetese e ndryshme. Nëse po ecim në mish, në natyrshmërinë tonë, ose mishërimi siç e quajmë Bibla, nëse është mishërim apo natyrshmëri, është e njëjtë gjë. Dhe ju keni dëgjuar njerëz të thonë, e dini, ajo që bëj është thjesht natyrore. Sigurisht që është. Është natyrore për një njerëz të humbur nëse ai do të pijë ose vazhdoi të përlyejë jetën e tij apo të saj. Ajo është mënyra natyrore, sepse Pali tha tek letra e Efesianëve kapitulli 2 vargjet 1 deri në 3. Ju ishit të vdekur në faje dhe në mëkate, në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes, dhe në mënyrë të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakmit e mishit ton, duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bijtë të zemërimit ashtu si edhe të tjerët. Kështu ai thot, tani në kohët e kaluara, ne ecëm sipas drejtimit të kësaj periudhe, mënyrës së jetesës natyrale të kësaj periudhe, e cila është çfarë? Duke kërkuar, duke u rritur, duke u etur, duke u dëshiruar pas çdo gjë, pas të gjitha gjërave, çdo gjë që do të kënaqte këtë humner të madh të hapur në zemrën time. Dhe ju e shihni, e vërteta është se Zoti ka bërë një vend në jetën tomë për Jezusin. Vetëm ai mund ta mbush atë. Edhe pse njerëzit në jetën e tyre shpesh dekurajohen dhe thonë, u përpoqja të jetoj një jetë krishtere, por nuk munda. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Çfarë pjesë kishte fryma e shenjtë e Kriu në jetën tuaj, sa herë që dështonit dhe kishit vështirësi dhe të lashe? Nuk do të thotë se nuk do të keni vështirësi në jetën tuaj, por Zoti dërgoi frymën e shenjtë t'ju aftësoj ju dhe mua të jetojmë një jetë që nuk mund ta jetojmë në mish. Ne nuk mund ta jetojmë atë vetëm me fuqinë tonë. Mendoj se një nga momentet më të bukura ndërsa shoh të kaluarën time ishte nata kur kuptova për herë të parë se nuk mund ta jetoja jetën time të krishterë vetëm me forcën time. Zoti nuk kishte ndërmend që unë ta jetoja jetën e krishterë përmes përpjekjeve të mia, përgjirimeve, lutjeve, përuljeve, të pangrënit dhe të gjitha gjërave që mund të përpiqesha të bëja për të jetuar një jetë të perëndishme. Dhe kështu u ndjeva përsëri, absolutisht një dështak. Pasi lexova kapitullin 15 tek Gjoni, unë kuptova se çdo të thoshte Jezusi tek Gjoni kapitulli 15 vargu 5. Unë jam hardhia, ju jeni shermendët. Kush qëndron në mua dhe unë në të, i jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Asnjëherë nuk kemi parë deg që të përpiqen të mbajnë frutat. Dega jeton vetëm se është hardhia. Lëngu që rrjedh në hardhi, rrjedh në deg dhe është ai lëng që vjen në degza dhe prodhon rrushin e shijshëm. Ja çfarë bëra unë për një kohë të gjatë. U përpoqja të merrja frutat. Dhe dini çfarë? Dështova ashtu siç i kishte ndodhur gjithkujt. Atë natë që kuptova se çdonte të thoshte Jezusi kur tha, unë qëndroj tek ju dhe ju qëndroni tek unë. E kuptova. Është jeta e tij që rrjedh tek ne. Jeta e tij përmes nesh, jeta e krishterë. Kjo është jeta e krishterë. Krishti që jeton jetën e tij përmes nesh në pushtetin dhe praninë e personit të frymës së shenjtë të Zotit të gjallë. Ju nuk mund ta përmbushni thirrjen e Zotit pa frymën e shenjtë. Ju nuk mund ta jetoni jetën e krishterë të ndarë prej frymës së shenjtë. Është një punë mbi natyrore, pushtet mbi natyror dhe jetë mbi natyrore. Dhe arsyeja që ka kaq shumë dështime, mendoj unë, shpeshherë është se shumica e njerëzve janë totalisht të paditur, për sa i përket faktit që fryma e Zotit është një pjesë thelbësore e jetës sime ditë pas dite. Ju na dëgjua të flisnim për të veshur mburojën e Zotit. Për shembull, tek letra e Efesianëve, kapitulli 6, për çfarë flet ai? Ai thot tek vargu 16: merrni edhe për krenaren e shpëtimit. Dhe unë e di se si e thot. E megjithatë, e nis nga fillimi në fund, e vesh për krenaren e shpëtimit, për të mbrojtur mendimet e mia. Vargu 14: parzmoren e drejtësisë, për të mbrojtur ndjenjat e mia. Brezin e së vërtetës, për të qenë i sigurt se po eci brenda tij. Vargu 15: duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes, sepse dua të jem paqevënës. Vargu 17: shpatën e frymës, armën sulmuese dhe mbrojtëse. Vargu 16: mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarta të ligut. Më lejoni t'i shtoj asaj diçka. Kur të zgjoheni nesër në mëngjes, ja ç'do të bëni. Thoni,
unë duhet të të falenderoj e Zot për frymën e shenjtë. Para se gjithashtu kuptoj se varen plotësisht nga fryma e shenjtë që të më bëj sot të aftë të jetoj jetën që dëshiron ti të jetoj, të bëj punën që më ke ngarkuar ti të bëj. Së dyti, jo vetëm që e kuptoj, por edhe zgjedh të mbështetem tek fryma e shenjtë për të më dhënë drejtim dhe udhëzim gjatë gjithë kësaj dite. Së treti, Zot, unë do të besoj ty, do të pranoj udhëheqjen dhe drejtimin tëm për këtë ditë. Dhe a e dini se çfarë ndodh? Sa herë që ngrireni me të gjithë armatimin e veshur dhe rrafeni dhe e pranoni hapur, unë varem plotësisht prej teje sot, do të merrni shpërblimin. Shumica e njerëzve sot duan të kenë gjërat nën kontroll. Njerëzit duan të komandojnë, duan të ndihen të mbushur me veten. Është një lloj vetbesimi. Të qenurit vetbesues thotë, ti mund ta bësh këtë, ti mund ta bësh këtë, ti mund ta bësh këtë, ti mund ta bësh këtë. Nësa shkrimet thonë, jo, ti nuk mund ta bësh këtë i vetëm. Kështu ju duhet të vendosni. Këtë do të besoni. Do të besoni Zotin apo veten tuaj. Tani dëgjoni, sa herë që ndodheni në një situatë të tillë, duhet të pyesni, çfarë dua në të vërtetë? A dëshiroj jetën me të gjitha gjërat e saj? Dhe kjo është një mënyrë. Apo dua atë që më ofron bota? Më shumë para, më shumë prestigj, më shumë famë, më shumë pozitë dhe të më shtjell me sigurinë time gjërat që mund t'i humbas në të qindën e sekondës. Apo dua më të mirën e jetës. Tani, nëse dua atë që ka për të më ofruar bota, mund të bëj disa nga ato gjëra me forcat e mia. Por nëse dua diçka që lë gjurmë, është ndryshe. Ka diçka në gjithë jetën tonë që do të na pëlqejë ta ndryshonim dhe mendojmë se ndryshimi do të na bëjë të lumtur. E vërteta është se ne mund të kemi gëzim qoftë kjo lumturi e vërtetë apo jo. Ky gëzim dominon vështirësitë, varfërinë, dhimbjen, vuajtjet dhe të gjitha gjërat që kemi apo nuk i kemi. Ka diçka në marrëdhënien tonë me Krishtin. Ka një gëzim brenda nesh. Është pikërisht kjo afërsi që kemi me të. Çfarë është kjo? Kjo është puna që bën fryma e Zotit duke na çuar ne drejt tij. Lutja ime e përditshme është kjo. Zot, më tërhiq drejt teje, më tërhiq drejt teje. Sepse unë e di se afërsia është çelësi drejt një ndjesie të thellë të një gëzimi të qëndrueshëm që asgjë në këtë botë nuk mund ta shkatërrojë çfarëdo që të ndodh. Zoti dëshiron që ju dhe unë për ditë të kuptojmë varësinë tonë, nevojën tonë të dëshpëruar për pushtetin e frymës së shenjtë në jetën tonë, duke pranuar këtë të vërtetë në jetën tonë, duke u mbështetur tek ai dhe duke parë atë që ai bën. Të gjithë ne kemi bërë rrëmuj në disa fusha të jetës sonë. Por a e dini çfarë? Sa herë që vareni nga fryma e shenjtë dhe shihni çfarë bën, është e manitshme. Dhe nuk ka rëndësi çfarë po ndodh me ju tani. Ai do t'ju ndihmojë ta kaloni sido që të jetë. Ka dy arsye pse Zoti dërgoi frymën e shenjtë. Numër 1, ai e dërgoi frymën e shenjtë me qëllim për të bërë çfarë? Të na aftësoj për të bërë punën e Zotit. Dhe së dyti, të na aftësoj të jetojmë jetën që ai na ka kërkuar të jetojmë. Fryma e shenjtë erdhi të na aftësoj të bëjmë punën e Zotit edhe të jetojmë jetën që ai na ka kërkuar. Mesazhi i Dr. Charles Stanley sot inkurajon secilin prej nesh të lejojë frymën e shenjtë të punojë në ne, në mënyrë që ne të prodhojmë fruta perëndishmërie edhe punë të mira. Pushteti dhe autoriteti i frymës së shenjtë ekziston tek çdo besimtar. Jezusi e bëri të qartë këtë te Luka kapitulli 11 vargu 9 deri në 13. Lypni edhe do t'ju jepet. Kërkoni edhe do të gjeni. Trokitni edhe do t'ju hapet, sepse kushdo që lyp merr. Kush kërkon, gjen edhe do t'i hapet atij që troket. Dhe cili nga ju është baba i tillë që po t'i kërkoj buk djali, i jep një gur? Ose po t'i kërkoj një peshk në vend të peshkut, i jep një gjarpër? Ose po t'i kërkoj një vezë, i jep një akrep? Nëse ju pra, që jeni të këqij, dini t'ju jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj qiellor do t'ju dhuroj frymën e shenjtë atyre që ja kërkojnë. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sot me minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.